Sepse ne konsiderojmë që tashmë nuk ka asnjë arsye për me shkaktu një vonesë të tillë dhe për mos me thirrë një seancë të tillë. Në rastin kur nuk ka takime, në rastin kur nuk ka kërkesa nga vetë zoti Kurti si parti e parë, atëherë nuk do të mund të arsetohej një vonesë në thirrjen e seancës konstitutive. E njëjta të mos zvarrismë dhe të mos e vënoj caktimin e datës për mbajtjen e seancës konstitutive të Parlamentit të Kosovës, sepse ne konsiderojmë që tashmë nuk ka asnjë arsye për me shkaktu një vonesë të tillë dhe për mos me thirrë një seancë të tillë. Sa i përket çështjes së diskutimeve politike që po zhvillohen ose edhe që janë zhvilluar, kjo është brenda fushëveprimit politik që liderët e partive politike duhet me tregu dhe me qenë ma transparent nëse kanë apo jo vullnet politik që me arrit marrëveshje politike për me informu institucionin. Unë e kuptoj që kjo vonesa e caktimit të datës në base edhe po lidhet pak edhe për shkak të diskutimeve mes të partive më të mëdha parlamentare sa i përket arritjes së një marrëveshje në base në pako të formimit të institucioneve, por megjithatë nuk kemi kohë për të humbur si shtet, edhe qytetarët kanë nevojë që kuvendi të jetë i konstituum, që të kemi fillim të procedurave dhe po zgjedhjen e qeverisë pastaj edhe për zgjedhjen e presidentit në atë mënyrë që të garantohet funksionalitet i plot i institucioneve të Kosovës, sepse vonesa në thirrjen e seancës konstitutive do të arsetohej në rastin vetëm kur zoti Kurti, si kryetari i partisë më të madhe që ka dalë në fituese në zgjedhjet e fundit, do të thirrste partitë politike, si më thënë, çdo një ditë ose çdo 2 ditë në konsultime me partitë politike. Në këtë argumentim do të mund të arsetohej zvarritja e seancës konstitutive, por në rastin kur nuk ka takime, në rastin kur nuk ka kërkesa nga vetë zoti Kurti si parti e parë, atëherë nuk do të mund të arsetohej një vonesë në thirrjen e seancës konstitutive. Nëse me qenë se ne i dim deklaratat e partive politike, veçanërisht partive opozitare, që për zgjedhjen e presidentit të Republikës kërkohet marrëveshje politike gjithëpërfshirëse, atëherë nuk do duhet të shkojmë me nguti për konstituim të kuvendit, po të pritej ndoshta edhe afati 30 ditor, dita e fundit, në mënyrë që të kemi një marrëveshje politike në mes të LVV-s dhe LDK-s, LVV-s dhe PDK-s dhe AK-s, ose LVV-s, LDK-s dhe AK-s, në mënyrë që të dihet sigur që kur të shkojmë në konstituim të kuvendit, pa ditë formohet qeveria dhe pa ditë votohet edhe për presidentin e Republikës.